Po besoj edhe ju si tip jeni ka shumë ka energjia dhe e shëni mënyrë ose që si qohë? Nështë edhe jeta që jetoj edhe jashtë dhe kom shëtit shumë, shëtit i tankon, kom qef me dalë shumë, me njoftu njerëz ndryshëm. Nështë edhe që ajo ka bërë spedi. Po, pra shëni personat ndryshëm, temperamentet ndryshme, do me thonë personalitetet ndryshme, cilat në situata ndryshme reagojnë, edhe kështu i keni lexu kështu fix. Se dikush nuk e vren ka njerë vetën, hajtë me marrë një shembull, të shet diçka mirë edhe habitet e vren që një farinati, diçka e vren, apo kupton, po ka dikush që nështë ta nuk vrehet, por në ndërkohë mund është me vrejt atë sen. E kështu që... A mendoni që të vajzat ekziston kjo xhelozi, ndoshta, mi thonë? Po, të vajzat shqiptare, kosovare, normal për këtu folje, se jashtë janë ma ndryshe femrat. Janë ma open-minded, ma të buzëqeshne, ma drejt për drejta, nuk e kanë qatë katilizmin mrena që shë kanë do këto. Kështu që të vajzat, po. Ka nështë edhe me shku xhelozi. Po atë nuk e di, kamermanat, po në menoj që femnat, ma shumë të femnat. Këta e kom cikë edhe në shumë emisione. E pse pikrisht me ndonë që, qka ka ndiku për me pas këtë... Po nështë ta femnat, a din qyshe, ka jetën pasive. Jënë me naj familje që kanë tradita tjera, ose... burit të në si lejon, ose familja, pëden edhe tash lakmojnë, e ato s'mujnë në fakt me mri si kur dikush tjetër. Po, sepse para gjykime në fakt në qëshërinë tonë, tash më janë heq ato tabu që e kemi pas, por në besim paka shumë... Halo, janë, edhe pse do s'nani në të mira, se jo gjithëherë këshillat që i merë prej njerëzve tafërt, janë gabim, apo kuptan. Po, prej njerëzve që si ki tafërt, ata mujnë me pas edhe prapavija tjera. Po pse janë ma te për femna xheloza, është këtë që ke pasiviteti, nuk jenë të knaqura me vetën, nuk kanë vetë besim, edhe kjo i banë me qenë xheloze, që kështu nuk... Në fakt është me pas xhelozi, se pa xhelozi pak nuk është interesant, po një xhelozi për me mërisë si ai person. Po, një xhelozi të mirë. Të mirë, apo kuptan. Unë e kurim kone vogën, është tam ka pëlqy dikush, këmë thonë ku mu bo si që ajo. Pezo, në Hollywood dikush a... Pikrisht pas e ceke fëmirin, që është momenti më i mirë që të kujtohet, dhe me nga të regu pak për fëmirin tënde. Që është dulë tema. Po, unë e kom pas një fëmiri shumë të mirë, faleminderit prej 2 prindve shumë të mirë. Babi ka punu, ka qenë ma i angazhum, po në aspektet tjera me nga këshillu, mos mu vënu, u kujdes për neve, u konë gjithmonë afër neve, po mami non-stop. Në gjithdo aspekt, dash për me të shkolla marrë ma tepër, për gjithdo stan mamin e kom për kraje shumë të madhe, si për në fakultet të arteve, kur jam regjistru, si për gjithdo stan. Thjesht është psikologe, profesionin se ka, por është vetë.